Selin tallet me Mirin duke i hedhur fjalë të lehta si puiza vere, ndërsa ai mundohet të ruaj seriozitetin, por buzët i dridhen nga I qeshura që mezi e mban. Amanet, nana ta Kalan, I thot ajo me një ton gjysmë shakaje, gjysmë për kujdesjeje, dhe në sfond fillon të dëgjohet një këngë e vjetër që Rogerti dhe Mateo e marrin me zë të lartë, sikur skena të ishte vetëm e tyre. Zërat e tyre përzihen me ajrin e pasdites, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, thuajse të paharrueshme. Papritur, në mes të një note të zgjatur, të dy shpërthejnë në të qeshura dhe bien në tokë, duke mbajtur barkun me duar. E qeshura e tyre është aq ngjitse sa që Selin ndalon se foluri dhe fillon të qeshë gjithashtu, ndërsa Miri, që përpiqej të duke I fortë, dorëzohet dhe ulet pranë tyre duke tundur kokën me mosbesim. Në atë moment, gjithçka duket e thjeshtë, pa peshë, pa shqetësime. Banorët përreth I shikojnë me buzëqeshje. Disa mbështeten në kangjella, të tjerë ulen në stolat e vjetër, duke shijuar jo vetëm shfaqjen spontane, por edhe javën e fundit që po kalon mes këtyre të qeshurave të sinqerta. Ka diçka të veçantë në ajër, një ndjenjë se këto momente janë të rralla dhe duhet të ruhen në kujtesë, si një këngë që nuk do të përsëritet më në të njëjtën mënyrë. Fëmijët ndalojnë lojën për të parë, të moshuarit tundin kokën me mall, ndërsa të rinj bashkohen me ritmin e gëzimit. Rogerti dhe Mateo ngrihen përsëri duke fshirë lotët e të qeshurës dhe përpiqen të vazhdojnë këngën, por çdo përpjekje përfundon në një tjetër shpërthim gazmor. Selin I sheh dhe tund kokën, sikur të thotë se këta çaste janë më të bukura kur nuk merren seriozisht. Dita zgjatet ngadalë drejt mbrëmjes dhe dritat e para fillojnë të ndizen, por atmosfera mbetet e njëjtë, e mbushur me të qeshura, këngë dhe një ndjenjë bashkësie që rrall gjendet. Është java e fundit dhe secili e di këtë, por askush nuk e thot me zë të lartë. Në vend të fjalëve, ata zgjedhin të qeshin, të këndojnë dhe të jetojnë çdo sekond sikur të ishte më e çmuara. Dhe ndoshta, vite më vonë, kur gjithçka të ketë ndryshuar, dikush do ta kujtojë këtë ditë, Selin që tallej, Mirin që përpiqej të qëndronte serioz, Rogertin dhe Mateon që binin në tokë nga I qeshura, dhe do të buzëqesh, duke e ditur se ato momente ishin më shumë se thjesht kujtime. Ishin jedhë.